Apo nuk e di të them se shpesh herë me çështjen e rrugës po e cekë se kur thonë do xhot, nëse ma i mit tek unë. Ka hongër namazes. Ka hongër. Ka hongër namazes. A shka është fatkeqësia ai Abdul Fuga e xhejta numrin shtesh ka mushnosh. Ose derdë ose Mervani. Shpesh smut ç'është bëjnë aty. Po kështu ka thënë njëndër e problemet u gëzova pse Abdul Fuga më tha, Hoxha Abdul Fuga më tha po termin më rezervoj dhe gëzova se ka mushnosh. Jo, se s'ban. Po Hoxha nuk është ai cili shnosh. Allahu. Mbështetet në Allahun subhanallahu. Ngot, domethënë, o Allah, unë jam mbështet tek ti. O Allah, tu kam dorëzu ti komplet. Merë çështjen time, ti Allah. Problemin tem mas gjithë ti o Allah. Pastaj i marrë dhe sebepe tjera. Shkoj edhe te Hoxha. Është e vërtet që marrë edhe sebepe tjera. Mirë po nëse e ki bindjen se kështu kallë si shkoj te Hoxha dhe kam hitë dera dhe ku dal unë shno. Ai cili shëron është Allahu subhanahu wa taala. Unë mund të jem sebeb, po mund edhe mos të jem sebeb. Unë e krij atë cilën e kam obligim ta krij. Edhe e baj me ndershmëri, me sinqeritet maksimum. Rezultatin mirë po, rezultati është tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe kitve ju tham, që shiqo, doja jote për vetveten tëm. Doja ime për musën. Asnjëherë nuk mundet me kon sinqeritet sikur doja ime për ty. E qartë. Asnjëherë. Domethënë, leximi jot i Kuranit, me niyet shërimi, rukje. Asnjëherë nuk mund të jetë domethënë i sinqert sikur që e bën për vetvete, se unë e baj për ti. Domethënë unë vetëm se muj me të rrej, me të mashtru, me tonë, kështë të kalëzë, unë po, baj do. Po, baj do. Nuk është e problem të doja, problema është se sinceriteti duos. Ajo cila vlerësohet Allah është sinceriteti. Domethënë, momentin që shpesh herë, unë tash domethënë që është bëu pak e problemi i rrugës që shpesh herë njerëzit i shohin njerëzit si mall shit blerje, domethënë ta shoh. Këtu nëse mungon sinceriteti, problemi është